Agribau që gjendet në zonën industriale në mes të Prishtinës dhe fushë Kosovës ka siguruar disa lloje të makinave bujqësore të importuara nga kompanitë MNZ të Evropës Perëndimore dhe të Turqisë. Emër i ri për mekanizimin bujqësor në Kosovë është Agribau, por emër që ka një njohuri ani pse periudhë shkurtër nga nisja e punës për bujkun dhe konsumatorin e Kosovës. Po Ilir, është fakt se është një firmë relativisht e re. Ka filluar në vitin 2013 këtë veprimtari. Mirë po të pas parasysh nevojën e tregut Kosovës për produkte sa më cilësore bujqësore, për mekanizëm bujqësor sa më cilësor, ne kemi hyrë kësaj veprimtarie dhe si synim kryesor jonë është që bujku i Kosovës të furnizohet me mekanizëm të cilin e përdor edhe Bashkimi Evropian, edhe gjitha shtetet e zhvilluara. Dhe cilët janë partnerët e juaj për bashkëpunim? Ne kemi partnerët në Turqi, Itali, Sloveni edhe në shumë shtete tjera. Gjitha këto kompani me emër dhe mbi emër sa i përket mekanizimit bujqësor. Po i kemi si partner kryesor italian për traktor kemi Landinin, kemi këto traktor që kanë një rang të fillu nga pemishtet dhe lavërtaria. Konfiguracioni i tokës, Kosova ka tokë të rrashtë, po ka edhe kodrinore malore. Po, për ata dhe edhe këto traktoret ka të modelet të ndryshme, ku ju përshtaten të gjitha veprimtarive, si në pemishte, në lavërtari edhe në gjitha. Pastaj kemi edhe traktor që janë special pemishte janë nga Ferrari Italis. Kemi nga Turkia, Tumosani është një traktor që përdoret më shumë lavërtari. Populli në bujku i Kosovës se ka pasur dikur përpara të nguritur në mendje IMT-n, Erakovic, ndërkaq këta sa janë krahasus me atë mekanizma, si themi, krahasimi me IMT nuk mund ta bësh fare, ai që e ka provuar traktorat e ri dhe bashkëkohor mund ta di atë krahasim, përndryshe popullit e na është mësuar me ata traktor, por nuk kam pas si ta krahasoj sepse s'kam pas traktor tjerë. Kështu që tani ata që përdorin këto traktor, teknologjia e tyre dallon shumë nga ajo. Sa është e lehtë qasja e konsumatorit apo blerja që ta ketë në pronë konsumatorit kosovës? Dihet se konsumatorin në Kosovë nuk janë edhe kushtet aq të mira, nuk është edhe aq lehtë me orderit e traktorët. Tani vitet e fundit kanë filluar disa subvencione dhe grante nga qeveria, nga organizatat të huaja. Disi mund të vinë, por kanë edhe vështirësi në këtë aspekt. Ne kemi bërë edhe disa marrëveshje me bankat Kosovës që mundën edhe përmes kredis me marrë traktor. Aty ka disa lehtësime të vogla, por jo edhe aq sa ka pas nevojë farmeri. Kështu që unë mendoj se ka pas nevojë nga shteti të bëhet subvencionimi i cili edhe është folë që ka më bë, por s'ka kur gjëna drejtim, subvencionimi ka matë. A keni ju ata që trokasin e dyrë këtu për blerje këtu nga përfituesit e granteve nga Ministria e Bujqësisë? Po, ka gjithsesi, ka edhe nga grantet edhe kështu vetë privat. Ndonjë kërkesë për me fry llogarinë ndonjëherë, kemi disa që shkruajnë disa portale apo do media që kështu apo ndodhin këtu që ka ndonjë kërkesë? Po munden edhe me ndodh ato kërkesa, por nuk i pranojmë ato kërkesa për të fryrë çmimet. Ka edhe njerëz të atij, po mirë, po shumica e grantfituesve janë bujq të ndershëm dhe nuk është ajo që flitet atë shumë, atë që e përhapur. E ky traktor këtu, është për sipërfaqe të mëdha, po apo ky është traktor për sipërfaqe më të mëdha, është traktor për lavërtari më shumë. Sa kuaj fuqi ka? 125 kuaj fuqi. Gjitha i ka aty, gjitha po është komplet, është. Sa kushton tashëm ky? Ky dikon kushton 45.000 euro. 45.000 euro. Po shihet Ramani shumë furnizuese, kuaj fuqish të ndryshme, forcash të ndryshme, janë modelet ndryshme. Dhe ka shkëta këtu? Këta është një Dongfeng, është prodhues kinez, është një ndër prodhues më të mirë në Kinë të traktorëve.
dhe është treguar shumë i mirë, shumë efikas. Dhe konsumatorët janë shumë të kënaqur me Të ta. kënaqur me ta. Shumë të kënaqur. Edhe a ka që vinë ndonjë reklamacion? Natyrisht që kanë edhe afatin e garancionit. Kanë afatin e garancionit, ne ju rrim bas edhe është shumë e rëndësi për firmën tonë që të rrim bas blerësve, mas blerjes, jo vetëm të ashesin produktin, por të jenë të kënaqur edhe me përdorimin e tyre. Do të thotë nuk është me interes natyrisht që të keni tollat, por edhe nëse nuk janë të kënaqur. Të kënaqur, atëherë ne nuk kemi bërë asgjë. Nuk do të thotë kurrë. Kështu që është në fokus tonë që konsumatorit jetë i kënaqur edhe pas blerjes.